Ndodhemi këtu në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale të Durrës, bashkë me drejtorin e përgjithshëm të bugjeve dhe drejtorin vendor, për të monitoruar nga afër situatën. Sigurisht janë marrë gjithë masat e nevojshme, si lidhur me stakimin e regjistrit elektrike në katën e parë, evakuimin e personave që qëndrojnë praktike institucionin në katët e larta, dhe kemi gjithashtu në mbështetje tonë dhe pompat me kapacitet të lartë nga Ministria e Mbrojtjes, njëkohësisht po funksionon plotësisht dhe Komisioni i Emergjencës Civile në Durrës për të garantuar që gjithçka do shkojë brenda normalitetit. Duke pasur parasysh se situata ndodhet në institucione ekzekutive vendime penale të tjera, drejtoria e përgjithshme e bugjeve dhe institucionet në varësi të Ministrisë së Drejtësisë janë bashkangjitur për të ndihmuar me pajisje dhe mjete të tjera të logjistikës, duke përfshirë dyshek, pajisje të tjera, çizme dhe çdo pajisje tjetër që është e nevojshme për institucionin dhe për nevojat tipike të përditshme të dënuarve dhe të paraburgosur. Aktualisht situata është në kontroll. Është monitorim nga gjitha strukturat e sigurisë dhe strukturat e çështjeve sociale. Për momentin kemi një komunikim të vazhdueshëm me drejtoritë rajonale të emergjencave civile, zjarr fikseve dhe bashkitë. Për momentin nuk ka problematika që cënojnë jetën dhe sigurinë e të dënuarve apo të paraburgosur.